Do ndërtojmë shkollë të re, do ndërtojmë unasën. Ju garantoj se qeveria do të urbanizoj çdo komunë dhe çdo fshat të këtij rrethi. Në këto vite, në rrethin tuaj, janë investuar 10 herë më shumë se sa 8 vitet që shkuan. Ju garantoj se 4 vitet që vinë do të investohen 10 herë më shumë se 4 vitet që shkuan. Ne po ndërtojmë infrastrukturën, po ecim drejt Orenjës me unazën veri lindore dhe jug lindore të Shqipërisë. Do çojmë rrugën në çdo fshat dhe do bëjmë që bukuritë e Librazhdit e komunave të tij t'i njohin jo vetëm shqiptar, por t'i njohin mbar bota. Se cili nga ju ka rrugën e tij dhe kur mos lejoni kujt t'u marrë rrugën. Ata që u ofrojnë ju rrugën e vetme, ata u ofrojnë ju rrugën pa kthim, kurse ne së bashku do ecim përpara. Duhet të bëjmë gjithçka që ju, bashkëqytetarët e mi, të jeni të parët. Të bëjmë çdo gjë për ju, për të mirën tuaj, për qytetin tonë të përbashkët, për Librazhdin. Me ne, qyteti dhe rrethi Librazhdit do të marrë respektin dhe vlerat që meriton, e do të bëhet pjesë e fitores së madhe të datës 8 maj. Ju kërkojmë zoti kryeministër që të bëheni garanti jonë për realizimin e të gjitha prioritetet 4 vjeçare.